Kosova po shkon drejt një krize të re politike teksa në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit të ri ka ndështuar. Të hënën oferta e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti u refuzuan nga dy partitë kryesore opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Sipas burimeve politike, Kurti kishte ofruar opozitës postin e kryeparlamentarit, por kjo ofertë nuk u pranua për shkak të insistimit të tij që posti i presidentit të pejtej brenda vetëvendosjes. Njohës të zhvillimeve politike kanë cilësuar këtë ofertë si jo serioze, duke në dyshim dhe vullnetin real për kompromis. Dështimi i negociatave e lë vetëvendosjen pa alternativa të tjera në kushtet kur për zgjedhjen e presidentit kërkohet një quorum prej 80 deputetësh që aktualisht nuk mund të sigurohet pa mbështetjen e opozitës. Ndërkohë, sipas analizëve, situata politike tashmë ka hyrë në një fazë fushate të heshtur elektorale, ku partitë po përpiqen të pozicionohen dhe të gjejnë përgjegjësim për dështimin e procesit përpara një përballjeje tjetër zgjedhore. Kanë mbetur edhe pak ditë nga përfundimi i afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri, nëse deri me 28 prill nuk arrihet një zgjedhje, vendi pritet të shkojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat sipas afateve ligjore duhet të mbahen më së largu deri me 7 qershor.